أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet sejdari takojnë Allahut xhaleshanu, krijuesit, furnizuesit, mbikëqyrësit të gjithësisë. Paqja dhe mëshira e Allahut të madhreshëm qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekun në rrugën e Allahut xhaleshanu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sot e kemi temën kë duhet ta xhelozojmë. Kë duhet ta xhelozojmë. Ndoshta shkon mendja dikujt, po jo o xhallor gjithë po na mësoni, po na tregoni që s'do të më xhelozu, çka u bë tash? Po thani kanë me xhelozu. Po ashtu është e vërtet, në shumicën e rasteve nuk bën me xhelozu, mirë po ka edhe raste kur duhet me xhelozu, kërkohet me xhelozu. Siç e dim, Allahu xhaleshanu ka krijuar ndjenja të ndryshme në natyrën tonë, veten tonë. Siç është dashuria, siç është xhelozia, inati, urrejtja, xhelozia, lakmia e kështu me radhë. Dhe Allahu xhaleshanu e din mirë se çfarë na ka kriju. Prandaj çfarë na ka kriju natyrën tonë. Prandaj nuk kërkon prej neve me i zhdu këto emocione që i ka kriju në veten tonë. Mirë po, kërkon prej neve me eduku, me kanalizu dhe me drejtu mënyrën e duhur. Deshtëm apo s'deshtëm kena me dash dikan, po veç shtrohet pyetja a dojna kanë dohet a kanë s'dohet. Deshtëm apo s'deshtëm kena me xhelozu se jem njerëz, mirë po apo xhelozojna për mirë apo për keq. Deshtëm apo s'deshtëm kena me urrejt ose kena me friksu ose kena me besu. Vetëm shtrohet pyetja a kena me bën mënyrën e duhur për ato që duhet apo kena me bën për dikan që s'dohet ose në mënyrën jo të duhur. Prandaj sot e kem kanë me xhelozu që lejohet me xhelozu, jo vetë që lejohet, po edhe është e preferueshme dhe kërkohet. Mirë po, jo me atë xhelozin negative. Xhelozia negative, që e kanë përmend dietarët, është me dëshiru kur dikush e ka një begati, ka dhënë Allahu një begati, pasuri, dituri, bukuri, çka do të qoftë, kur Allahu ja ka dhënë dikujt një begati, me dëshiru që mu zhduk prej tina. Që kjo xhelozia e ndalueshme. Ja ka dhënë Allahu një të mirë dikujt, unë mos më bë rahat, pa apo që pja hiq edhe atina, s'pja jap. Qysh ja ka dhënë pa ja merr. Kjo është xhelozia e ndalueshme, që s'do të më pos. Mirë po, cila është xhelozia e kërkueshme? Është ajo që kur e shohim se dikujt i ka dhënë Allahu xhaleshonu një të mirë, edhe ai atë mirë peshfrytëzon për mirë që është dhënë Allahu xhaleshonu, që to kërkohet që me xhelozu për mirë. Që është lakmia, jo me thonë inshallah ja hiq Allahu atina, po me thonë inshallah ma jap edhe mua Allahu sikur ati, edhe unë inshallah e shfrytëzoj sikur ai. Që po thamë edhe një herë, deshtëm apo s'deshtëm kena me xhelozu, po mu munu që me xhelozu për ato çka është mirë. Për shkak që Allahu xhaleshonu diku i ka dhënë fej, ka dhënë sene të mira, i ka dhënë pasuri, i ka dhënë çka do të qoftë, bukuri. Edhe ai po e shfrytëzon për mirë, çish Allahu don, me thonë marr Allah jep më edhe mua, edhe unë të shfrytëzoj sikur ai jep më për mirë. Kem dy hadithe të cilat janë shumë të ngjashme njëna me tjetrën, ka pak disa dallime, mirë po pothuajse të njëjtin mesazh e përçojnë hadithet që transmeton dyat edhe Imam Buhariu edhe Imam Muslimi. Hadithin e parë nga Abdullah ibn Mesudi se Allahu që t'i kënaqur me to se pejgamberi alayhis salam ka thonë: nuk ka xhelozi përveç se në dy raste. Pra s'do të më pas xhelozi, xhelozi ka shumë, po qëllimi është nuk do të më pas xhelozi përveç se në dy raste. Një njeri të cilët Allahu i ka dhënë pasuri dhe e ka bërë ta shpenzoj në të vërtetën, në rrugën e drejtë. Me xhelozu dikan që i ka dhënë Allahu pasuri, po jo vetë që e ka dhënë, e çfarë po bën Allah jepshte të dyjas pe shion. Jo, ka dhënë pasuri edhe ai atë pasuri pe shfrytëzon në rrugën e drejtë, pe jap ashtu siç duhet. Ky është i pari. Dhe një njeri të cilit Allahu i ka dhënë urtësi apo ditori, kështu që ai gjykon me të dhe u mëson të tjerëve. Diturinë që ja ka dhënë Allahu nuk e ka vetë fjalë goje, po me to gjykon, punon edhe u mëson të tjerëve. Pra, këto dy kategori, po thot pejgamberi alayhis salam, duhet me xhelozu. Pse po thot me xhelozu? Për arsye se me xhelozin pozitive, me pas shef edhe na me ja bë sikur këta persona, më na i dhon edhe ne Allahu, edhe na me shfrytzu mirë sikur këta.
Për arsye se kur njeri lakmon diçka, zakonisht munduhet edhe me arrit. Se s'ka xhelozi në atë aspektin, i ka dhona, ani më mirë që i ka dhona atina, e ti as po ki çafa, jo. Edhe nuk shkon tani njeri, nuk munduhet as me fitu pasuri, as me dhon pasurinë ashtu, as me fitu ditori, as me shpërndohet me punu si pasoj, për arsye se a keni po që të kanë erë, ai që s'ka i natës më rrinë kërkun. Që se ka pak, qa ka këtë që mësën e që bën, e une, qa ka mune që mësën si kur kë, ose sa rri si kur kë, për senet mira. Pro, njëri kur gjelezën me këtë gjelezi, pro, mundohet me u përmirësu edhe me bo vepra të mira. Dërso hadithin tjetër, Abdullah ibn Omeri transmeton se Muhamedi a.s. ka thonë, nuk ka xhelezi përveç se në dy raste. Një njeri të cilët Allahu ja ka dhënë Kur'anin dhe ai angazhohet me të natën dhe ditën. Ma herët ja ka dhënë diturinë me to gjykon edhe me to i mëson tjerë, këtu po përmendet Kur'anin dhe me Kur'an punon, angazhohet me të natën dhe ditën, pra lexon, praktikon, thirr për tek Kur'an, shpërndon vlerat e këtij Kur'ani e kështu me radhë. Pra që janë të parafërta, dituria, Kur'ani, urtësia, krejt këto, do me thonë janë të parafërta njëna me tjetrën, dituria e hojrit. Dhe grupi dytë dhe një njeri të cilët Allahu i ka dhënë pasuri dhe ai e shpenzon natën dhe ditën. Pra e shpenzon pasuri natën e ditën, hadithi më herët e përmendin çka në të vërtetën, pra është qëllimi këto dy kategoritë njerëzve, kujna Allahu xhaleshoni ka dhënë dituria apo Kur'an dhe ai punon me to, edhe e shpërndon të këtijet, i tillë është për me xhelozu ose për me i marr lakmi edhe mu mundu edhe na me u bë sikur ai, edhe më mirë se ai. Dhe një njeri që Allah i ka dhënë pasuri dhe ai e jep pasurinë ato ku duhet. Pse pikërisht këtyne dy por njerëzve ose dy grupeve njerëzve është për me u marr lakmi edhe për me xhelozu. Ka shumë arsye për i përmenit disa. Sepse sikur ai që po ka pasuri edhe po e jep tjerëve, e po shpenzon në rrugën që dohet për familje, për veti, për ndihmë tjerëve, bashkën e jetimit, për projekte të dobishme, për çka do që ka nevojë që është e dobishme, sikur ai që po ka diturie, po ka Kur'an edhe po punon me to, pse më mor lakmi këtyne? Ka shumë arsye disa prej tyne, sepse e para këta njerëz po përfitojnë vetë dhe po i bojnë dobi tjerëve. Leto me pos para dhe vesh me amaru qefin veti, se cilë e dën vetën. Mirë po me pos para dhe me ndihmu edhe tjerëve, mu mundu që edhe me gëzu edhe tjerët, jo vesh vetën dhe familjen, është ma vështirë. Se është natyrën tonë që na e dojnë apore. Leto është mesh me kopë edhe me ledzu për veti, por mu mundu edhe me pos sobër edhe mu mundu me mësu edhe dikan, edhe nej fëmijë edhe nej kanë të qoftë, për shembull, do të me pos durim. E është për mi marr lakmi se po përfitojnë për veti, po për ju bojnë edhe dobi tjerëve. Këtyne njerëzve është me ju marr lakmi sepse po investojnë ato që mbetet pas vdekjes. Nuk po shfrytëzojnë pasurinë e tyre, as diturinë e tyre vetëm për këtë botë, po investojnë edhe për të ardhmen. Jo veç për tashmen, po edhe për të ardhmen. Jo veç për këtë botë, po edhe për botën tjetër kur shkojnë varren, harrohen shumë njerëz, aty në mjo jetë se vapet e të mirat, sepse me parat e tyne, me diturinë e tyne kanë lanë mrapa njerëz e projekte cilët vazhdojnë se vapet e tyne. E është për me marr lakmi tyne njerëzve. E me xhelozu me xhelozi pozitive. është për me xhelozu këta njerëz sepse kanë përdorur siç duhet begatin Allahut. Allahu ja ka dhënë të mirën, ama halal ju kohë se edhe kanë shfrytzu për mirë. Se ka njëherë, ka shumë dallim se Allah, sikur mendjen, pe dhuntive më të mëdha, më të mira që na ka dhënë Allahu xhaleshon është mendja. Pa e përdorin shumë njerëz për mirë, tjetër është më ta dhënë të mirën, e tjetër është edhe me shfrytzu për mirë. E so njëri e shfrytëzon për keqe, për krime, për vjedhje, për mashtrime, për këtyne Allah ju ka dhënë dituri, ju ka dhënë pasuri, po urtësia e mira çka është, po se Allah ju ka dhënë shumë njerëz, ama ta janë dallu pi tjerëve se kanë ditë çysh me shfrytzu. Pse më u mor lakmi këtyne? Sepse po e dojnë dhurusin ma shumë se sa dhuratën. Shumë njerëz kur t'i japet dhurata habitet mas dhuratës. E harron dhurusin.
e vojmë shpesh e përmeni ato sikur na kur kemi qenë fëmijë. Na shtaj na gëzu doja, po vjen si te ka dhon kesen me senet që i ka ble, u harru doja, kena ngo mas kese. Se na kon fëmijë, që ato kena vlerësu mas shumë, që po na jap, jo kush po na jap. Kur të rritet njerin, do të me pos logjik tjetër, jo, në dhuratën e duhur, kush do të që të mjep, po ma shumë e du dhurusin. Allah Gjeleshanu më dha pasuri, më dha këtë mirë, më dha, mos më habit ashtu në mas dhuratës, e më harru dhurusin. Po, kur të lip dhurusi, ti që ma ke dhonë, qështu shte, e japi edhe pasurin edhe diturin. Është për mjë mor lakmi këtyne njerëzve me xhelozu, për arsye se për ta luten me loqet dhe gjitha krijesat. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, hadith vërtet, nuk ka ditë që zgjohem në mëngjes, përveç se një meloqe lutet o Zot, kush japi. Japi zavendësoja me të mirë ato që ka thonë. Edhe një meloqe lutet o Zot, kush nuk japi shkatërrim. Kish mos jap. Ai s'po jap, ti ke dhon, ai penol vesh për vete, s'po jap tjerëve. Mos jap pastaj. E çaj që po e merr pasurinë, po jap Zoti pasurinë, edhe po shpendon tjetër, për çdo ditë me loçja lutet për ta o Zot, kush japi, domethënë në rrugë me lutja me loçje. A nuk është me xhelozu dikan? E më mor lakmi se vallai për filonin luten me loçet. Ose onën tjetër, pejgamberi alayhis salam në hadith tjetër ka thonë, ai i cili mëson tjerëve hojrin, të mirën, për to lutet çakon tokë edhe në qiell. Edhe bubrecin vrimin e vet, edhe peshkun deti. Dietarët, ata njerëz dijshëm, ata që munohen me mësu tjerë, s'është patjetër dietaras. Diçka po, apo din hajër diçka po, munohesh me mësu edhe tjerëve. Për ty luten me laçet, për ty lutet çakon tokë në qiell, edhe bubrecin vrimin e vet, edhe peshkun deti. A nuk është për mja pos lakmi këtyne njerëzve? Është me lakmu sepse këta janë njerëz të veprës dhe jo vetëm fjalëve. Hadithi tha, ai i cili angazhohet me Kur'anin, ose ai i cili tha, ka dituri, punon me to dhe jo mëson të tjerëve, punon me to. Se nuk mjafton vesh me ditë me filozofue, me ditë e pixhue me kon, mashallah, pe punëve, mazallah. Po, do të thonë, edhe që punon me to. Është për mjë mor lakmi sepse këta njerëz ndihmojnë në përhapjen e fesë të Allahut xhaleshanu, edhe ndihmojnë në zhvillimin dhe në të mirën e vatonit. Edhe të fesë, edhe të vatonit. Sepse çaj që jep projektet hojrit, që ato a nuk janë rrugës Zotit, sigurisht janë rrugë Zotit që i dhan Allah. Që ato projektet e hojrit, me ndihmu dikuje, një jetimi, një fukaraje, një projekt hojrit për një shkollë, për një xhami, për një objekt, për një diçka. A nuk janë edhe dobi të vatonit? Sigurisht që janë. Po njëjtën kohë, çaj që mëson tjerëve hojrin, të mirën, diturinë me Kur'an, a nuk është shërbim të fesë Allahut? Sigurisht që është. Po në anën tjetër, a nuk është edhe shërbim të vatonit? Po sigurisht që është. Pse ai bën sa djert mos vjedh? A nuk është që kjo me shërbim vatonit? Ai bëhet tjetër mos e ngos tjetrin, mos i bë zullum tjetrit, sillo mirë me tjetrin, ndihmo fukaron, ndihmo jetimin, mos pi alkool, mos ja shkatërron veten jetën as vetes as familjes. Mos u merr me kumar, mos u merr me drogë, me vrasje, a nuk është që ndim? A nuk është që patriotizëm, a nuk është ndim shërbim vatonit? Sigurisht është edhe në shërbim të fesë Allahut, edhe shërbim vatonit. E si ti personi, a nuk do të me xhelozu? Po thym gjithherë xhelozini im të përmend që me thon apo bën filoni po e unë çka kam që s'baj. Po ai ka sanet më mirë, ka çikun ta, më mund ta dhoni diçka? Po edhe të munduna me bë, se cëllim me mundësitë e veta. Zoti kërkan se ngarkon për të mundësive të veta. Pse me xhelozu këta njerëz? Sepse xhelozia ndaj tyre na motivon për vepra të mira. Kur na i xhelozojmë çita, po kopore, po jap, po jap sadak, po jap zakatin, po nimon anej, po mëson tjetër, po bën, edhe na mundum, hajt bre të muna edhe unë diçka të bëj çashtu. Për dallim kur i xhelozojnë ata tjerë që po shkojnë mas epshet veta, pasurinë, senet po shtetin çapo ka vesh për mi klon epshet e veta.
me ju mor lakmia tyne tani edhe na munduam më bëj sikur ata. A këto munduam diçka tjetër. Është për me mor lakmi këtyne njerëzve sepse të tillët me pasurinë që ka dhënë Allahu xhaleshonu, me diturinë që ka dhënë, përfitojnë dunjon edhe ahiretin. Mirë pi u bën kësaj dhe mirë në botën e përhershme. E shumë arsye tjera ne përmena, vetëm disa arsye pse më mor lakmie me xhelozu këta njerëz që për të cilët tha pejgamberi alayhis salam se që tyne dohet më mor lakmi. Mirë po, siç e dim, shumica e njerëzve lakmojnë për diçka tjetër. Se bën përshtypje se valla po jap sadak, po i bën përshtypje ka bo pore, ka bleni kert, mirë. E me lakmi edhe xhelozan. Ose ka bo një shtëpi mirë, ose rroba, ose famë, ose shëtitje, o knaqa ne. Që edhe këtu nëse janë halal, nuk ka problemi. Nuk ka problem edhe këtu me shfrytzu pasurinë për me bleni vetur të mire, një shtëpi e kështu me radhë. Mirë po, gara jo në do të me konë e me lakmu fokusin me pas që kur e shohim dikush që po bëhet sa më i dashur te Zoti. Na kemi qef për shembull kur dikan e dojnë njerëzit, ki qef atë të më kishin dashur edhe mua çashtu sikur ata. Po mirë, dikan që e don Zoti, as po ki qef. E ka kush është ai që po don, po çka njëri që po jep ditë natë, as e don Zoti sto. A mësoj me xhelozu që edhe na mundu më bë sikur ai. Po i përmeni dy raste shkurtimisht, njën kohën e pejgamberit alayhis salam edhe një prej Kuranit, edhe inshallah po e përfundojmë. Treguhet, hadith vërtet ka orë se kanë shku fukaret te pejgamberi alayhis salam mu anku. Edhe për veti sa do që kum lexu e kum dëgju, ndoket ankesa më e çuditshme që kjo. Shkojnë fukaret më anku, po a thu pse po ankuhen? Se jo kanë shku të pasurit, kanë bo deve më të mira, kerët e asoj kuhe. Se kanë bo shtëpia më të mira, se u knaqen, po bojnë luks, po kanë që më hongër më mirë, as një për tynin. Po thojnë, o i dërgumi Zotit, ne kanë shku të pasurit me shpërblime, me sevape. Pse? Po thët, na po folëm, edhe ata po folën. Qysh po folëm na? Na po agjerojna, edhe ata po agjerojnë, qysh po agjerojna na? Mirë po, ata po japin sadak, po japin pore, po japin zekot, e na s'po kena me. S'po mundu me nëzonë me sevape. Qëtu që e pa pore, edhe na dhe ata. Kur po të poret, ata po na shkujnë se po japin, na s'po kena qka. Pejgamberi alayhis salam vëdhat, apo dani me ju tregu diçka që nëse e bëni, i nxani. Edhe s'munet me ju nxon juve ata që vinë mrapa jush, përveç se kush bën sikur ju. Për nëse se i dërgumi Zotit. Thot, pas çdo namazi thani 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Kto që thojnë të spiçi bojnë namaz. Ata shkojnë edhe ja nisi gëzohen që ja u xhetë zgjidhen pejgamberi alayhis salam. Mas një kohë vinë, anë kohën prapë. O i dërgumi Zotit, prapë ata po na shkojnë. Pse, si ja këna njësë la me bo që to, ja kanë njësë edhe ata. Na me që to deshtë me ja u shku, e mi nëzone me ja u shku, po ta shë ata përbojnë. Që i bjen, edhe të posërit, edhe të varfënit, ku e të pejgamberit alayhis salam, ku e kanë posë garen, kush po bën se vape ma shumë, kush po bën të mira ma shumë. Jo kush po bën pasuri ma shumë. Ani, pasuria e senës, jem të thonë, së të feja mës me bo pasuri. Se vetë fakti që jena të thonë me dhonë, të s'munesh me dhonë pa posë. Vetë fakti që feja thëtë me dhonë zekatin, kush munet me dhonë zekatin pa posë pore. Jo mëre, pasuria për neve është. Mirë po, jo më konë gora që ato. Kush po bëhet ma milioner, kush po grumbullan ma shumë, diçka që ka me lonë mropa, e ka me shku. Po kush po bën vepra më të mira, ose po ke bo pore shumë, ani edhe shfrytëzoj për senet mira, jo vetëm për kënaqësitë e kësaj bote. Të përkohshme. Edhe vetojnë i dërgumi Zotit, pra, na e shkuan se si dëgjun ata bënën, çfarë bënën më dhëna. Atëherë pejgamberi alayhis salam për thot një ajet kuranor, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo është një mirësi Allahut ja jep kujt na don.
Unë një farforme, sikur vërtet, unë munova mi u barazue, mi nxon ju, po kjo mirësia Allahut aty ne përveç diturisë, përveç pasurisë, ja u ka dhënë edhe imanin. Edhe çat dashurinë që më bë se vape. Ju mundu të më nxon, mirë po, do me thonë senet namaz, agjerim pikini barabar, dhikër, jo dhikër ata, po ata jo ka dhënë Zoti edhe pasurinë, mirësia Allahut edhe jap kujt na dën, edhe s'mundem tash me barazu. Po do me thonë aja që ka është esenca e kësaj gjore, qëre fukaret, në kohët pejgamberit alayhis salam çfarë derte kanë pas. Se po na shkojnë me sevap. E që kjo kur të që këtë derë, që kur të është që kjo xhelozi, tani thash edhe më herët, njëri mundohet me bo sa më mirë që për me mri tjetë, me smilon tjetë, me shkua me dal tjetë, para Allah xheleshonu para ti. Ndërsa, në rast tjetër, e kem në Koran, surën Al-Qasas, ka fundi atje, Allah xheleshonu na përmend një njeri që i ka dhënë shumë pasuri, kohën e Musait alayhis salam. Por që ka qenë pa besimtar, edhe zullumçar, edhe shumë më madh. Po pasurinë ja ka dhënë Allah xheleshonu. Ja ka dhënë si test, sprovë. Apo falenderon atë çapo bëna. Edhe apo beson Allahun xheleshonu kështu më radh. Ti njeri ja ka dhënë Allahu këto të mira. Tash qëndrimi i njerëzve përmend Allahu xheleshonu dy lloje të njerëzve kur e kanë po këto. Që sa të shohim ne të pasur, mundën me kon çto dy lloje të njerëzve që e shikojnë pasurinë e tina. Dikush që i merr lakmi, dikush thotë ka dalë vetë këshiru ma ka edhe ndaj sen tjetër përveç porave, ja. A ka imona, ja, ka ndaj far vlera, është njëri mira. Dikush se këshirë, kryesore pore paska ti shakon sikuraj. Ai tjetri thotë, jo, mëre. Pore paska, po veç pore ti paska. S'paska sen e tjera që janë edhe më të vlefshme se pore. Edhe Allahu xheleshonu këtu thotë, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Kanë thonë ata të cilët e dojnë jetën e kësaj bote, e dunjos. Kanë thonë ata të cilët e dojnë jetën e kësaj bote. Ja lejte lena mithle ma utje Qarun innehu ledhu hadhin adhim. Sikur na u kishë dhonë, sikur aja që u ka dhonë Qarunit. Me të vërtet ajo është njeri me shumë fatë. Na fakale i madhë. Çfarë pasurie, Zoti ka thonë, çelësat e tij mendje i kanë qenë grupi i fortë i njerëzve, çelësat e depuve, çash, domethënë pasuri të mëdha që ka pas. Po çfarë po thot Allah, ata që e dojnë këtë botë, kur peshojnë këto po thonë, sikur na u kishë dhënë xhelozia, edhe lakmia, sikur na u kishë dhënë kjo që u ka dhënë Qarunit. Pse? Njëri me fat madh ky. More ky pa besimtar, more ky zullumçor, pe dini pe njehni edhe vet. Mere kjo mene madhë për një nënçmën juve tone. S'pe këshyrë këto, pasurinë, sikur na u këtë dhonë. Allah tash për përmen, ma kale ledhine utul ilm. Ndërso atyre që është dhonë dituria thanë, qëre dy grupe, grupit por për thët, thanë ata të cilët e dojnë dunjon, te grupit dytë për thët, thanë ata të cilët është dhonë dituria. Dhe me thonë ata të cilët jenë të meqëm. S'pë thët ata të cilët se dojnë dunjon. Po, sikur për përshkruan Zoti, është një grup që dën dunjon, edhe është një grup që është i mëshëm, zbohet sikur këta që dunjon e ka dashurinë më të madhe. Tonë dojmë dunjon se jemi të jetuar to, por në atë aspektin dashuria më e madhe ndaj dunjos edhe gjithçka bën për dunjon. Grupi i parë kanë thonë ata të cilët e dojnë dunjon, te grupi i dytë po thotë kanë thonë ata të cilët u është dhënë dituria, pra njerëz të mëshëm. Ato çfarë thanë ata? Wa ilakum thawabullahu khair liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Mirë t'jo, për thujnë këtyne, që i marshin lakmi, mirë t'jo, shpërblimi Allahot, se vapi Allahot, është ma i mirë për ato që besën edhe bën veprat mira. E ato nuk arrin as kusht tjetër përveç durimtarve. Shpërblimin e Allahot, besimin edhe, e shpërblimin e Allahot, do me thonë duke besu edhe duke bo veprat mira, kush arrin që ata që janë durimtar. Pra, këta nuk u mashtrun mas pasurisë tina, po e shikuan se çfarë njeri është, çka bën ky njeri, e than, më i mirë është shpërblimi i Allahut se sa ç'kjo. Çfarë ndodhi masanej? Allahu xhaleshonu përmend në ajetet vazhdim që e ka bë me lshu toka.
për shkak me namazisë tina, për shkak të zullumit tina që e ka bërë, e ka lëshu toka, e ka dënu Allah me shafitje tokës. Tash çata që i kanë marrë lakmi dje, thot Allah xhaleshanu thonë, laula amanna Allahu alejna la khasafa bina. Sikur mos na kish begatu Allahu, edhe neve na ke lëshu toka që dëshëm më bëjë sikur ai. Që marrë shumë lakmi. Po shoqër, do me thonë s'na dënoj Allahu për ato që ka lakmu më bëjë sikur ai. Pro, këtë na përmend një rast, Kur'an, kur ki njeri që s'ka asë gjo tjetër përveç pareve, as ka dine imon, as ka moral të mirë, as kur gjo përveç pares, edhe dikush tani i lakmon e thët, sikur të shakon sikur ai, ndërsa që ata njerëz Allah për përshkru njerëzit që dojnë Allah kun janë të tillët, ndërsa dikush që është i meqëm me i dishëm për thët, që e din çka me mot sanet që janë, thët jo, më rrunë se vapi i Zotit është më i mirë se sa aja, për arsye se ai veç pasurinë e ka, mirë po nuk e ka se vapin e Zotit. Nëse shohim valla në njëri ka dalë se në njëri edhe po ka pasuri edhe po jep drejt Zotit, që ti tani e morëm lakmi. Që desh tash u përmenden këto hadithe dhe që kjo tema jon. Çatina i morëm lakmi që edhe po ka dinë imon, edhe po ka të mira i ka dhënë Zoti, edhe të mirat pe shfrytëzon, që është dhënë Zoti, do vimi apo hojrin vet këtë botë edhe në botën tjetër edhe më bë dobi tjerëve. A dikujt na i ka dhënë Allahu të mira, mirë po ajo të i kesh përdor, ai s'është për më marr lakmi, por është më të dhim. Për ato çka pendohet. Karunin e ka lshu toka, s'është patjetër me lshu se cilin toka, mirë po kur del para Zotit, ka më dhënë përgjegjësi për ato që u mashtru mas të mira të Zotit, edhe vend se me i shfrytëzu, edhe me falënderu, ai ka kesh përdor. Edhe u bë më në madh, edhe nuk ka bë kesh njerëzve me to. Pra, që kjo ka qëllimi edhe i ligjëratës, meri kujtu që kur shohim njerëz që janë të shfrytëzu diturin, pasurin, ose bukurin, ose çka do të qoftë, hadith përmenden dy si raste mirë, po mundu me menu që gjithçka që përdoret e mirë, për hajër që ja ka dhënë Allah edhe për përdor për mirë, me ju marr lakmi që atyne edhe mu mundu më bëj sikur sa ta mi lut Zotit, o Zot, jepna edhe neve të shfrytëzojmë edhe na, t'ja shohim hojrin në dynjë ona ahiret. Valla për shohim dikan që ja ka dhënë Allah të mirat, mirë po është, i ka dhënë pushtet, i ka dhënë pasuri, i ka dhënë bukuri, i ka dhënë çka do të qoftë, fuqi tjetrën, çysh të shfrytëzu, valla jo çysh dan Allah. Për mrapsht, mos i merr lakmi edhe mos u mundo më bë sikur ai, po i thuaj gjënohet ai, është të mashtru një kohë shumë të përkohshme, për një kohë shumë të shkurt, ndërsa ka me dhënë llogarie përgjithësi në botën e përhershme për ato të mirat të përkohshme që i ka pas. Allahu xhaleshanu ja shtoft juve neve të mirat, edhe na bëf prej atyre të cilët i shfrytëzojnë për mira, ashtu siç dhan Allahu xhaleshanu, që me fitu kënaqësinë Allahu xhaleshanu, mja po hojrin na, këtë botë edhe në botën tjetër, po mja po hojrin edhe tjetër aty në të mira. Allahu e shpërblet.